Zvendos kryeministria Belinda Balluku vizitoi Novoselën rreth orës 13 të kësaj të enjteje si një nga vendet më të prekura më së shumti nga përmbytjet. Balluku shpreh se kryeministri Edi Rama do të ndërmarrë një paketë që do të garantojë dëmshpërblimin për qytetarët e prekur nga përmbytjet. Ndër të tjera, ajo njoftoi se mëngjesin e të premtes do të mblidhet Komiteti i Emergjencave Qeveritare, ku në vëmendje do të jetë përmbytja në vend, duke bërë thirrje se duhen marrë masa përpara se situata të agravojë. Duhet jeni në dieni që kryeministri është duke dizenjuar së bashku me Ministrinë e Financave në këtë moment një paketë e cila do të garantojë dëmshpërblimin si për pjesën bujqësore ashtu edhe për banesat. Nesër mëngjes në orën 8:30 do të ketë një mbledhje të Komitetit të Emergjencave ndërqeveritar, ku do të bëhet edhe një adresim nga ana e kryeministrit, jo vetëm për zgjidhjen e situatës dhe për gjithë përballimin e kësaj situate, por edhe për dëmshpërblimet që janë shumë të rëndësishme për të bërë të ditura dhe për të marrë informacion të gjithë familjet apo edhe bizneset e prekura. Keni parasysh që në këtë moment duhet i bëjmë thirrje dhe unë po përfitoj nga rasti t'ia kërkoj të gjithë televizioneve dhe gazetarëve që jeni në terren. Ju falenderoj shumë që keni qëndruar afër të gjitha skuadrave të shpëtimit në këto momente. Ju lutem bëni thirrje qytetarëve që t'i përgjigjen thirrjeve që bëhet nga ana e emergjencave civile. Nganjëherë është më mirë që të marrim masa edhe më të shpejta se sa vetë situata që mund të agravojë. Balluku tha se ka shpresë për një rënje të nivelit të lumit Vjos në orët e ardhshme. Që kemi shpresë se të ketë një rënje të nivelit të Vjosës, pasi nuk afektohet vetëm nga rreshtit që ndodhin në territorin ton, por afektohet edhe nga rreshtit që ndodhin në Vreshjen në këto momente, por ne shpresojmë që në 8 orët e ardhshme. Jemi në monitorim të gjithë të prurjeve, ka një informacion që në Malije ku reflekton edhe pjesa më madhe e prurjeve në Novoselë, ka një rënje e cila pritet për disa orë që të reflektojë drejt për së drejti, por kjo gjithsesi nuk ka të thotë se masat tona ulën dhe ne kemi gatishmërinë maksimale. Zvendos kryeministria, njëkohësisht ministrja e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, theksoi se gjatë këtyre orëve nuk ka patur ndërprerje të energjisë elektrike. Megjithatë, Balluku paralajmëroi se 24 orët e ardhshme do të jenë të vështira edhe për Vlorën, pasi qyteti do të përfshihet nga ëra të fuqishme deri në 25 metër për sekond. Sistemi energjetik ka performuar maksimalisht, për të drejtën pavarësisht kurseve atmosferike shumë të vështira, nuk kemi pasur ndërprerje të gjata, ndërprerjet kanë qenë momentale, qofshin këto nga linjat e transmetimit pra të operatorit transmetimit, qofshin këto nga linjat e OSHS. Megjithatë, duhet keni parasysh që në 24 orët e ardhshme presim era të fuqishme. Për momentin në disa nga zonat, sidomos në zonën perëndimore, pra atë që ne quajmë pluginës perëndimore dhe në Bregdet, do të arrijë deri në 17 metra për sekond, por parashikohet që në orët në vazhdim të arrijë deri në 25 metra për sekond. Vlora do të jetë afektuar, e ka thënë kryetarja, edhe në disa dalje të tjera për mediat, kështu që keni parasysh që do të jetë një situatë e shtuar, situata me erën në ulëtësirën perëndimore. Rreshtit e Borës kanë nisur pra në këto momente, ashtu siç ju e dini, në zonën veriore, juglindore dhe në pjesët e tjera ku ndoshta nuk ka prezencë bore zakonisht. Megjithatë, temperaturat do të ulen sot, por nesër do të ngrihen sërish. Situata është sfiduese. Na duhet që të gjithë jemi në terren për ta përballuar atë. Na duhet bashkëpunimi i qytetarëve, siç u thash, për ato zona ku kërkohet evakuimi. Do të ketë vëmendje maksimale patjetër energjia. Ujësjellsat janë vënë gjithashtu në një sprovë në këto momente. Ministria Balluku kërkoi angazhimin maksimal nga gjitha strukturat vendore dhe institucionet përgjegjëse për menaxhimin e emergjencave, duke theksuar nevojën për prezencë të vazhdueshme në terren, ndërsa udhëzoi që njësitë vendore që aktualisht nuk paraqesin problematika nga përmbytjet të vijnë në dispozicion për të ndihmuar zonat më të prekura me mjete, forca njerëzore dhe logjistik në funksion të përballimit të situatës së krijuar.